Në qendrën klinike universitare të Kosovës po kurohet babai Hashim Thaçit, i cili duket se është në gjendje të rëndë dhe për këtë arsye me një leje speciale të marrë nga Haga, Hashim Thaçi u gjend ditën e djeshme në Kosovë për të takuar pikërisht babain e tij. Pas 3 herë refuzimesh, gjykata speciale e miratoi kërkesën e ish-presidentit të Kosovës për t'u rikthyer në Kosovë. Leja, siç u thash, u dha për arsye humanitare, pasi babai i tij ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore. Më herët gjykata speciale kishte refuzuar disa kërkesa të njëpasnjëshme, por duket se gjithçka u realizua. Këto janë pamjet e Hashim Thaçit ditën e djeshme, të cilat janë bërë shumë virale, si për mënyrën se si u prit, madje me brohërima nga shumë persona të cilët vendosën të ishin prezent atje, por gjithashtu edhe nga gjendja e tij fizike, ku shumë kanë thënë se duket që po e vuan qëndrimin e tij në Hag, sepse ka një ndryshim të madh të imazhit të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Liridona Beqiri, juriste, dhe Gend Gjini, avokat, janë me mua në një lidhje direkte. Ju përshëndes të dyve. Mirdita. Mirdita. Atëherë, me lejen tënde Liridona, po e nis me Gendin për ta pyetur se si u sigurua kjo leje, pse u refuzua disa herë radhazi dhe çfarë ndodh në të tilla raste, sa kohë qëndroi Thaçi në Prishtinë, kush e mbikëqyri, cilët ishin ata që shoqëruan? Po, faleminderit. Parimisht, domethënë, për prezencën dhe pjesëmarrjen. Unë në sesi të avokatit shpreh kritika dhe brengëm se këtu gjykata speciale nuk është treguar shumë e drejtë dhe dinjitoze në raport me trajtimin e të pandehurve në rast e procedimit të veprave penale ku dyshohen për krimet e luftës, siç është rasti i presidentit Hashim Thaçi, duke ditur se presidenti Thaçi ka bërë faktikisht mbrojtja ka kërkuar që lutja dhe kërkesa që 3-4 herë forma mënyrën që të kontakton me babain, i cili është i shëmur dhe është në moshë të shtyr, ajo është një kërkesë e tillë është refuzuar nga gjykata, konsideroj se një refuzim i tillë është e padrejtë dhe cënon liritë dhe drejtat e njerëzit. Por në anën tjetër, për neve është shqetësuese dhe është e pa bazë ligjore dhe është rast i paprecedentuar sepse me mënyrën se si ka ardhur presidenti Thaçi për ta vizituar babain e tij, i cili ka qenë i shtrirë në spital, dhe mënyra se si është përcjellur me task forcën e personelit të njësisë speciale të gjykatës speciale tregon se aty ka trajtim jo human dhe jo dinjitos të pandehurve në të çështjeve penale, ku kërkohet që një i pandehur ta vizitojë familjarën e tij të afërt, i cili ndodh i shtrirë dhe ka një sëmundje kronike. Por për mua është e papranueshme sepse gjykata speciale në mënyrën se si e ka pritur presidenti Thaçi dhe e ka shushuar që të del jashtë nga spitali, aty kemi parë persona që kanë qenë të maskuar dhe nuk kanë pasur uniformat të policisë dhe njësisë speciale, që të paktën është dashur të respektohet kodi dhe institucioni i gjykatës speciale, sepse mënyra se si janë mbeshur personeli me maska dhe pa pasur stem dhe pa pasur uniform tregon se këtu gjykata speciale po trajton të pandehurët në mënyrë jo humane dhe ka keqpërdorim dhe shtrëngim të statutit të rregullorit të gjykatës supreme dhe gjykatës speciale, sepse duhet ditur se shko më parë ka pasur reagime nga shoqëria civile dhe nga aktorë këtu si deputetët e Kosovës, të cilët kanë kërkuar që të mbikëqyret gjykata speciale raport se sa po respekton standardet për mbrojtjen e drejtave të njerëzit tek të pandehurit. Por skandali është se këtu ne nuk kemi Kosovë, në fakt fatkeqësisht nuk është antar i Këshillit të Evropës. Dhe gjykata speciale të themi kushtimisht është produkt i Këshillit të Evropës dhe që çdo apelim, çdo rekurs që mund të bëjmë për një shkelje të drejtës të njeriut nga një ligjvërie, një akti ku celohet një drejtë humane, kjo në kupton se nuk kemi ku t'i adresojmë kërkesat dhe ankesat. Por tani e kemi parë se u trajtuar shumë keq presidenti, ka qenë një trajtim jo human dhe jo dinjitos. E kuptova, Gend. Më lejo vetëm të dëgjoj pak me ndihmën e regjisë momentin se si brohorisnin qytetarët në momentin që pan Hashim Thaçin. Liridona, çfarë mendon kur sheh këto pamje dhe këtë video?
Po së dërelem pa dyshim pami shumë emocionuese, në ndërkohë do të thësha edhe shumë shqetësuese, me qënë se edhe ju paraprakisht i treguat faktet e ekzistuese, se pas disa kërkesa të refuzuara tani më nga gjykata speciale në Hak, ku zoti Thaçi po qëndron nga nëntori 2020-s, një akt humanitar shumë i vonuar, leja e tij për të vizituar babain, aq më shumë kur zoti Thaçi njihet domethënë si profil që ka bashkëpunuar me gjykatën dhe në mënyrë vullnetare urdhëruar, mendoj që këto masa ishin shumë të tërpruara për një karakter humanitar siç ishte vizita e tij, duke pasur parasysh siç thash gjitha rrethanat tjera. Padyshim që do të kishte shumë nga njerëzit që do ta mirëprisnin aty dhe brohoritja e tyre në fakt dëshmoi që Thaçi gjithmonë do të festohet në fakt si një hero i gjallë, si arkitekti kryesor i shtetisë Kosovës dhe rrugës drejt pavarësisë, dhe që roli i tij në UÇK dhe postet e mëvonshme udhëheqëse në politikë dhe mbeten një simbol i lirisë i fituar gjithashtu me vështirësi. Është e ditur që dëshira e çdo populli është për t'i parë herojtë e luftës si individ të lirë, që është e kuptueshme dhe rrënjosur në respektin për sakrificat e tyre. Dhe besoj që Thaçi përkundër akuzave të tij, ky mbledhim faktikisht jo vetëm ai, po çdo shqipfolës besoj që e ka atë në ndjesi dhe kostëmendësie vazhdon të mbetet si thash hero i luftës së përndritur, që luajti një rol shumë thelbësor jetik në pavarësi dhe që trashëgimia e tij padyshim që nuk mund të fshihet, por ajo duhet të kontekstualizohet brenda nevojës për drejtësi dhe sundim të ligjit. Dhe vlerësoj që dalja e popullatës aty ishte shumë e denjë dhe besoj që ishte minimalisht një shprehje përkrahase ndaj zotit Thaçi. E kuptoj. Shiko, Liridona, është komentuar shumë edhe, po themi, okay, vitet kanë kaluar, duhet thënë, por pamja e Hashim Thaçit disi e rënduar. Çfarë thuhet? Atë desha të dalë që pamja e Thaçit folte shumë, kishte një histori në vete, dihet tani që ish presidenti po mbahet në paraburgim mbi bazën e supozimeve, pa prova konkrete apo që do të arsyetonin këtë dyshim dhe pavarësisht gatishmërisë siç thash më herët të Thaçit për bashkëpunim dhe dorëzim vullnetar, ai disi po trajtohet sikur është i arrestuar dhe po mbahet në paraburgim pas një kushti të justifikojë këtë si masë. Kjo padyshim që do ta rëndoj dhe gjendjen e tij shpirtërore, po ashtu edhe mentale, po nga ana tjetër edhe pesha e një heroizmi të kaluar siç mban Thaçi mbi supet e tij, do të ketë edhe pasojat për një fizikus të ndryshuar të tij nga një gjendje shumë e rënuar shpirtërore, emocionale, aq më shumë që domethënë një revolucion brenda karakterit të tij, jo vetëm për të bëmat apo të pabëmat e tij, mirë po edhe për mos lidhjen e tij me familjarët, me tokën ku ai përket dhe për cilën bëri shumë dhe mbi gjitha, ndoshta edhe për një mbajtje padrejtësisht e tij në gjykatë. Dhe këtu duhet të ndërlidh një segment që sot në fakt Kosova si shtet po përballet me një të ardhmë shumë të ndërlikuar në aspekt diplomatik, pasi balancon disi borxhin e saj historik ndaj herojëve të luftës siç është Hashim Thaçi, e vërtet. Po, me nevojën për të ndërtuar mandej një sistem politik më Thaçi pas kësaj vizite është larguar menjëherë për në Hag apo jo? Po. Okej. Vizita ka zgjatur pak minuta? Një vizitë shumë e kufizuar, 4 orëshe me sa lexova, dhe në masa si sta shumë të rrepta qeverie, që është e panevojshme për një akt humanitar siç ka deklaruar gjykata. Liridona, dhe mendoj se nga kjo çdo shqipfolës sot, siç thash, ndjen shqetësim, por edhe një falënderim dhe një shprehje mirënjohje ndaj Thaçit për çlirimin dhe transformimin politik në shqiptimin e Kosovës, jo vetëm të pavarur, por edhe të bashkuar dhe lartpamse. Mirë, Liridona Agent, ju falenderoj shumë për sqarimin dhe ndërhyrjen. Ju përshëndes. Shumë faleminderit. Një hapësirë publicitare, do të kthehemi e do të flasim për ngjarjen kryesore, atë që ditën e djeshme u bë shumë virale në rrjetet sociale, arrestimin e një vajze që dyshohet të jetë e dashura e Safet Bajrit, ajo e cila po ashtu e ka ndihmuar në disa aksione të ndryshme, por mbi të gjitha edhe në vrasjen e Fatbardh Licit. Pas pak.